Paraja nuk është gjithçka, i shoqëria gjithçka. Keti një shprehje të preferuar në jetën tënde? Që të gjëra ka qenë që shkollë, nuk jam shumë i shkolluar, ka parasysh. Po mirë, ti ke shkollën e jetës. Po. Ti mund të kesh bërë shkollë jetë shumë herë më shumë se sa unë. Kam përvoj. Po. Kam përvoj. Çfarë ke kuptuar ti në përvojën tënde? Tani, nëse do ta nisim nga koha në pashme, jeta ka qenë me volumose, me dashur, me ardhur, shoqëria me afruar, një gëzim, një hidhërim më të përbashkët, më të mbledhur. Por sot të përcar, me fjalë një shoqëri me fjalë jashtë standardeve. Nuk di të bësh një mohabet, s'di të ulesh me një kafe të bësh me fjalë të mblidhesh, të kënaqesh, të bësh një bisedë. Sot njerëzit me fjalë shkoa më e egër që mund ta mendoj unë, po çdo njeri sot i shkoa më e egër. Sot nuk do që të kesh as të jesh. Do të jetë në vetë të shkeli me kam. Kjo e bën njeriu tani. Kjo e bën njeriu tani. Se ti kërkon tani që të më shkelësh mua. Për shembull, në një kohë që unë kam shumë të drejtë, për diçka, pak rëndësika. Sot shoqëria është me dërmuar sa kur. Ti mendon që sot është më e dërmuar se çka qenë më përpara? Po, më e dërmuar sot. Ti vetë nuk e bërë shkollë, sa vite shkollë ke bërë? 8 klasë. 8 klasë. Çfarë ke patur qef? Unë e para kam qenë usta, zanatçi. E para kam qenë në zanatçi, në përdasma. Çfarë ke bërë në përdasma? Unë klarinetist. Ai ke rënë klarinetës? Po. Vërtet? Po. Ke klarinet në shtëpi? Kam. Po sikur të luajmë pak bashkë në klarinet. Pse? Nuk jam le. Të ishte ajo kohë e gjagjit. Mund nuk shifje me lopti. Se u ikshim të më kurën, e vim kurën, do të thoshë sa lek mire. Mire 2-3 lek. Po 2-3 lek atëre e di që ishim? Vetëm duke luajtur me instrument? Po, me instrument. Di që ishim? Po ke qenë me ndonjë grup apo si? Saze, kështu, si që thonë. Ke qenë me një grup me saze? Po, me saze. Aha. Kur ka qenë hera e fundit që ke luajtur? Po, unë luaj çdo behar. Po. Bëjmë ne për sjellje kështu. Po, bëjmë ne për sjellje. E 100 lek. Unë shkani, me fjalë, unë shkani halli, millim në hall. Ma shumë, të dash ma s'kas. Du të mërton këta ma, gati ne pa myllim cikli. Pse mendon që po e mbyll? Ti akoma i ri, 60 vjeç. Njerëzit ti më the që gjyshi jot ka vdekur 110 vjeç. Po shiko, ai i 110 vjeç, kur ulesh hante buk, Allah ta ketë, kishte përpara, nuk e di si thoni ju, ti Tirana sa, kishte 7 sahana. Sot ti nuk mush do t'i pjatë, tash buk, s'ka, atëherë i mush 7 sahana. Qa donë të i të hante, qa ti donë të shpirti e ti. Po se sot, i ku ka sahana. Me sahanë do ullë si të ngërjes. Bilës do mendosh, dale se do vitë hajde tjetë. Ka qenë bëllek para. Ka bëllek të një. Bëllek e qenë sot, ka bëllek prapë, s'ka para. Se çdo familje do i kile mollë, do i kile kastravesa, i do tjeta. Po do ndaj banane, po hese blejë. Se më thonë kalamajnë, o baje, shiti lopët, i shqesë, më qështë tani. Ku do vetë? Pëthuj ku do vete? Ti qështë? Ku do vete? Shpi, që të bëj shpi? Ore, që të bëj shpi? Anaj, jemi lidhë me të lopë. Pse të thonë fëmijët shiti lopët? Shiti, shtërturë të reshme lopë. Tërturë, po shiko tani djere, s'ka barë. Po kur t'i zjerë së në dimër ato ikin, se du në të hanë. Tani ka bare, qëndrone, është tërturë, të kesh lopë shpi do t'jesh shumë punëtor. Shumë fare. Do t'jesh geniale, të kesh lopë në shpi. Do të hanë ato, të hanë shpirë dhe të bësma të jasë. Po. Të ka ngordhur në njëherë në i lopë? Jo, s'pë ngordhur lopë, mu po që e ka fjallë të thanë, po tjese vjen puna për të ngordhur, ma mirë mos e maj fare. I peti që i bënë zmet. Sa fëmijë ke Astrid? 3 kosa, 3 qupa. I ke shkolluar do? Po, 2 kam të shkolluar. Po. O, sa mirë. Për çfarë? Studiojnë? Njëra është mësuese, nuk është në punë. Njëra si ta thash, ka marrë për mjeke, i ku në Itali. A, një vajzë ke bërë mjeke në Itali? Në Itali.
Atë s'njefesh diploma, nuk e di se çfarë.